Selam aleikum, thot një shpjegim për mukabelen. Aleikum selam. Për ata vëllezër motra që nuk e din çka është mukabelja, është për qëllim leximi i Kuranit në Ramazan nga hoxha ose dikush tjetër në xhami zakonisht, dal para publikut hoxha edhe e lexon nga një pjesë Kuranit, pra nga një xhuz. E Kurani ka 30 xhuza, pra e lexon nga 20 faqe çdo ditë. Edhe gjematin nga ana tjetër e dëgjojnë për cilën hoxhën, qoftë me Kurana qel apo me Kurana mbyllur. Imami ose lexon përmendsh nëse e di Kuranin ose duke e shiku. Çdo ditë nga 20 faqe në fund të Ramazanit kryhen, domethënë si hatme. Kjo është bë si lloj tradite, nuk e di nga ka për herë të parë si burim. Allahu e di mas miri, mendoj që lejohet, nuk më ka rënë me lexu diçka e cila e ndalon, thjesht shkojnë, përfitojnë, e ngojnë ata që si me ngu të shtëpia, si me shku në xhami, po besoj që inshallah taala është e lejuar, nuk ka kur gjë të keqe në këtë gjë. Allahu di mas miri.